Paralajmërimi i kardiologut: nëse vreni këtë simptom teksa jeni shtrirë në shpinë, zemra juaj nuk po punon mirë. Dëmtimi i zemrës është një problem shumë serioz shëndetësor. Ndodh kur zemra nuk është në gjendje të pompojë gjak mjaftueshëm, që do të thotë se nuk siguron furnizimin e nevojshëm të gjakut në trup. Faktorët e rrezikut për këtë sëmundje janë presioni i lartë i gjakut, obeziteti, konsumimi i tepërt i alkoolit dhe mosha. Mjekët rekomandojnë që të filloni trajtimin e tij sapo të merrni diagnozën. Numri i personave që vuajnë nga insuficienca kardiake është vazhdimisht në rritje dhe pritet që deri në vitin 2040 dy herë më shumë njerëz të vuajnë nga kjo sëmundje. Sipas shoqatës amerikane për shëndetin kardiovaskular, vlerësohet se 1 në 2% e popullsisë së përgjithshme të vendeve të zhvilluara ka dështim të zemrës dhe vetëm 50% e pacientëve me sëmundje të avancuar mbijetojnë 5 vjet. Megjithatë, dështimi i zemrës është një sëmundje relativisht e zakonshme. Shumë njerëz nuk e dinë se cilat janë simptomat e saj. Një prej tyre është veçanërisht tregues dhe nuk duhet të injorohet. Është vështirësi në frymarrje gjatë shtrirjes, e njohur edhe si ortopnea. Në rrethana normale, kur shtriheni, gjaku do të udhëtonte pa problem në ekstremitetet tuaja dhe do të kthehej në zemër, por nëse keni dëmtim të zemrës, zemra nuk mund të përballojë sasinë e shtuar të gjakut. Kjo çon në depozitimin e lëngjeve në mushkëri dhe rrjedhimisht në gulçim, shpjegoi një ekspert i kësaj sëmundje nga Universiteti i Michiganit. Nëse e vrini re këtë sistem në veten tuaj, është e rëndësishme të flisni me mjekun tuaj sa më shpejt jetë e mundur dhe të merrni hapat e nevojshëm për të përmirësuar shëndetin e zemrës. Simptomat të tjera të mundshme të dështimit të zemrës që duhet i kushtoni vëmendje përfshin dispnea, vështirësi në frymarrje, lodhje tepërt, performancë me doput fizike, ëndje ekstremiteteve të poshtme. Simptoma më pak të zakonshme të kësaj sëmundje janë koll e fortë gjatë natës, një rënje e papritur e përqendrimit, zhurma e frymarrjes, rritje papritur e peshës trupore më shumë se 2 kg në javë.